E para është në 9 i gardës, cilin ju keni afishuar, dhe që në qoftë të shihë mëndi ishte paka shumë gjithë artikulimi i Ministrit të kohës. Gjithë artikulimi. Tani të ashtu shofim vëmëndi dhe të analizojmë nenin, pastaj dalim çfarë ka ndodhur. Ai, pra komandanti i gardës, ka autoritetin e plot për drejtimin e kontrolin dhe gjithë veprimtarisë së gardës. Ai, shive me kujdes, është përgjegjës para ministrit të brendshëm për përgatitjen dhe gatishmërinë efektive të gardës dhe për realizimin e misionit të saj. Duke qenë që ishim në një ngjarje të jashtëzakonshme, absolutisht ka një komunikim sepse jemi në hartimin e një plani mase si do veprohet. Dhe ky plan mase sipas nenit 9 vendos në një tavolinë komandantin e gardës dhe ministrin e rendit, ku komandanti i gardës raporton para ministrit të rendit dhe përgatitjen dhe gatishmërinë dhe ajo që është më kryesore, realizimin dhe paralizimin e misionit të saj. Këtu vim te realizimi. Në këtë tavolinë është dhuruar përdorimi i armëve të zjarrit, sepse është pjesë e planit dhe është pjesë e detyrimit që komandanti i gardës duhet ta bënte bashkë me ministrin e brendshëm. Këtu fillon dhe këtu mbaron çdo gjë. Këtu vjen implikimi drejt për drejt i ministrit të brendshëm, i cili ka aprovuar përdorimin e armëve të zjarrit. Sepse midis trupës së gardës ke individë të cilët kanë armë zjarri, kanë fishek. Ndërkohë, kur neni 5 i ligjit përdorimit të armëve u ciltua në mënyrë shumë strikte, unë e kam thënë disa herë, po në mënyrë shumë strikte thotë kur rrezikohet etj dhe eliminimi do bëhet individual. Në qoftë se shqiptarët tashmë kanë parë me 10 filma, sepse te filmat materializohen skema se si funksionon policia, shohin që ka snajpera në distancë, në lartësi, të cilët marrin urdhër të neutralizojnë pikërisht ta individ. Ndërkohë kur gardës ndalohet absolutisht me ligj përdorimi i armëve. Çka do thotë? Që në planin e përgatitjes, i cili do të ishte i gatshëm dhe do të ishte miratuar nga ministri për 20 janarin, neglizhohet në mënyrë absolute përdorimi i armës turm. Pra, neglizhohet në mënyrë absolute që garda të kishte armatim luftarak, po them. Dhe në fakt aty shumica e gardës ose përveç grupit zjarrit gjithë pas fishek e kapa këtë për të dhënë përgjegjësinë drejt për drejt ministrit të rendit. Mëtej u vazhdoi në një plan tjetër. Sinqerisht unë jam shumë skeptik në rezultatin isha shumë skeptik, por tashmë më intrigon një ngjarje që përsëri do ta analizoj. Për 20 janarin, që në momentin e parë kur 20 janari u kanalizua, jo po fisheku është dëmtuar apo s'është dëmtuar, pra vrasja që është vrasje, u kthye në çështjen e SPAK-ut dhe të prokurisë përgjithshme tek fisheku dhe u blloku çdo gjë te fisheku kur në shohim ca çështje tashmë që bërë publike ku nuk ka as ngjarje, nuk ka as fishek, ka vetëm indicie dhe pastaj jo janë shpallur, po janë marrë të pandehur, janë futur në burg të pandehur, pra standardi nuk është i njëjtë. Te 20 janari na ndryshokan standardet. Dhe vite pjesa kryesore, Sali Berisha u thërit. Këtu shoh që ka një skenë tjetër, të cilën Sali Berisha po e luan tashmë. Në qoftë se Sali Berisha që është një makiavelist i tërbuar dhe që është një skenograf dhe një dramaturg dhe një aktor i shkëlqyer, kur ka dal nga SPAK-u ka kuptuar që laku ka arritur aty saloj pak të aktrimi, e vërtet është. Ishte aktrim i gjithë aktrim. Pse? Shoh faktin tjetër unë. Berisha e di mirë, jo e di mirë, po siç duket në tërësinë e pyetjeve që ka bërë SPAK-u, ka vënë gishtin mbi Berishën dhe mbi Lulzim Bashën. Dhe Sali Berisha tani ka hedhur në treg një skenë tjetër. Në qoftë se vepra që po debatohet ose që është objekt i procedimit në SPAK është vrasje cilësuar në rrethana cilësuese i 44, Sali Berisha do ta spostojë ngjarjen dhe ta shpjerë që hetimi i SPAK-ut të mos jetë vetëm vrasja, po të jetë të organizatorët dhe ta hap çështjen duke bësh bashkëfajtor dhe organizatorët dhe të hap lojën me organizatorët. Pikërisht në këtë moment thret në skenë Ilir Metën. Dhe treshja, jo pa qëllim Berisha mbron Bashën, se i thotë jemi të dy në një varg që po mbytet. Kështu që do të mbrojun ty së bashku, do ta bëjmë këtë luftë. Thret dhe Metën dhe këta të tre po skandalizojnë atë skemë që njihet tashmë, që tentojnë ta devijojnë
hetimin, çështjen e timor në planin politik tani, jo në plan juridik. Se në plan juridik unë mendoj çështja është e mbyllur, sepse vepra penale tashmë është e regjistruar dhe procedimi është regjistruar me vepra penale të cilësuar qartë fare. Po çfarë mund të shpëtoj Ilir Meta në këtë mes? Asgjë nuk do të shpëtoj Ilir Meta. Thjesht Ilir Meta do dalë në skenë dhe do thotë që sipas dijenisë time, dhe është i besueshëm sepse ishte pjesë, autori dhe ai që përgatiti vrasjen quhet Edi Rama. Dhe këtu fillon gjithë media në krahun tjetër ta devijojë çështjen nga vrasja në rrethana cilësuese drejt një vrasje të organizuar nga Edi Rama, e cila pastaj ja futet në korridore të tjera dhe debati nuk është më në thelbin e çështjes, por është një debat që Berisha jo pa qëllim e ka tërhequr. Për këtë arsye vjen në skenë sot Ilir Meta. Tani Ilir Meta